Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Skandale. Tani, ne kemi skandale, po ju do thoni siç keni qejf ju, jo po skandalja. Jo po skandaleja, në këtë pikë s'ka që jemi mësuar mirë nga koha jo. Dhe di që po pyesni tani se kush është kjo zhava afër meje. O zemra lam që ose kush është ky superylli. Po nisi ashtu si Okej, po. kështu që. Kush është kjo superylli afër meje? Se mua më njihni, më keni parë to me Treshim, keni parë te La Villa, e dini shumë mirë se kush jam. Kush është ky my bi? E njeti këtë? Sa mirë për të. Atëherë unë quhem Juliana, po ju mund të tresi Juli se ka shumë veta që mbaron emrin me Ana këtu, jo po Gjeciana, Kejsiana, Kostiana dhe jo për shumë janë bërë të lotshëm. Kostiana, po. Daj me i ditë zbuloj që unë isha shumë fani dhe kisha më shumë humor nga gjithë ta e më futin bodrum. Vaj, ma e mem për zotë, më gjua shumë keq. Dhe unë nxora Juli nga bodrumi, që të shifte qik andale me sy dhe kjo. O zemra që nga të me. Okej, pas emisionit do e fus prap në bodrum. Po, tani, më që po flasim për emisionin, çfarë emisioni kemi? O zemra, po, i ke vërre këta starsa? Jo, po se blejmë bukën vetë, deri te vira në taksi. Në taksi, po, shkojnë gjymon dun dikën brapa. Kanë të prej kontaktet me kushërinjtë. Nuk flasin as familjarëve tani, aq shumë ju ka Po, marrë telefon që ti kontakton shtat. Kështu që ne kemi ngel tani pak si të përjashtuar, kupto? Na ka ardhur mundësia që ne më në fund ti shajm. Ti talli. Po? Çfarë thot? Po? Okej, po. Dhe ne do i tallim. Do i tallim. Ore, po mirë starsat, okej se u mësuam, po na keni bezdisur dhe ju, sa pyetje thashë theme pas e i pasur o burr. A do ju përgjigjemi Ol? A ndihemi njerëz të mirë sot? Po, për herë. Okej, hajde ju përgjigjemi. Ju përgjigjemi. Dikush ka pyetur, a është e vërtetë që Kejsiana shet lepujnë në Paris? Unë jam përgatitur për këtë lidhje me korrespondentin tonë në Paris. Kejsiana! Ku është kjo, mor? A ishtu shit lepujnë në Paris, kjo? Kejsiana! Okej, konfirmohet Kejsiana nuk shet lepuj në Paris. Nuk e gjeti fatkeqësisht. Çka ka pyetur tjetër? Ku ndodhet Vila e Andale? Atëherë, ne lidhemi tani me korrespondenten ton tek Vila aktuale e Andales. Juli më dëgjon? Jo, des në fakt nuk të dëgjoj, po jam këtu te Vila aktuale e Andales dhe le t'i tregoj njerëzve se ku bën podcastet. Mbrapa nesh kemi dhe Goca e Goci që sapo kanë mbaruar xhirimin dhe kanë mbyllur gjithë vilën sepse dalin nga nukleasti e ri kur ato xhirojnë. Ne jemi Goca, bashkë si bomba. Në të majtë ose djatën time, sepse nuk di t'i dalloj, ndodhet pishina e La Villës. Këtu keni parë shumë skeqe dhe do pyesim vetëm tani pse nuk ka ujë për momentin. Atëherë Goca e Goci u lan këtu dhe ne shitëm tek 12 vjeçaret ujin e pishinës për oferta marramense për ndërtuar studio e reja. Linja për ju. O zemra, se mirë kjo korrespondentja. Po, shikoj ka Goca. Ka pe gjuje, shikoj. Kemi. A është e vërtet që Fatos Atam është dukur? Tani, ne dërguam 2 korrespondentet tonë më të vobekt të gjithë stafit. Më të punuar. Sa staf pas kemi pas. Më të paft. O zemra i kemi përgatitur për këtë ditë. Çdo korrespondent për gjithë ato. Po, ne kemi ardhur në Bathore dhe Fatos Atam nuk është gjendur. Tash e themet tonë që ai është dukur që nga muaj gusht. Fatos Atam ka ardhur! Po të paktën e gjetëm. Gjallë qëmë. Korrespondentët tanë na lanë. Por që e zbuluan që Fatos Atam nuk është dukur. Më në fund e gjetëm, okej, faleminderit. Dikush shkruan. Hymte, tash e theme tani. Okej. Një miu im ka parë Aldin dhe si ka folur Aldi. Lidhemi me Mion, ne e kërkuam Mion dhe e gjetëm, bashkë unë dhe Juli. Lidhemi me Mion drejt për drejt tani. Atëherë, Mi, më dëgjon? Përshëndetje yjet e Skandale. Shumë faleminderit për mundësinë që të tregoj historinë time. Si u ndjeve ti kur Aldi nuk të takoj? Po Aldi, kur e takova, më shtyu, më injoroi dhe më pështyu. Unë ndjeva të mersi shumë keq, sepse ne mint nuk e meritojmë këtë. Nuk e meritojmë. Po, nuk është si vëfaj, jo për të mbrojt Aldin, me të thënë drejtën, po s'është si vëfaj, se zakonisht njerëzit nuk flasin me mint. Nuk dua ta mbroj Aldin, po asun si kisha folur mirë. Vërtet, më thënë janë një çik pizza. Bravo Aldi. Dhe dikush na ka pyetur, a zjeni shpesh ju? Tani me të drejtën e kemi gjetur një gjuhë përbashkët si staf.
që duhet. Mendoj që ne kuptohemi me symi njëri tjetrin. Maremën. Po ideja është jemi dhe gjithë të rinj Po. dhe në një ambient kaq rinor, gjithë tregojnë shumë mirë kuptues. Edhe nuk ka pikë konkurrencë, dhe sinqerisht domethënë kanë fjalët më të ëmbla gjithë stafi dhe gjithë ne me njëri tjetrin. Dhe sa mirë që nuk zvihemi dhe jemi kaq mirë kuptues. Shumë të mirë, shumë të mirë. Dim. Kur është spital sponsor të më kontaktoj. Faleminderit. Ore, se mos mendoni që kemi vetëm e ju, jo, ne kemi gjithë dhe urrejmë gjithë. Kemi shumë live. Kështu që ne do komentojmë kolegët tanë në La Villa Drama. Tani, skena e parë që ne do komentojmë. Po, këtë do ta përshkruaj unë. Po ta lë. Do shohim se si Artemisa dërgoi një mesazh gabim edhe shkoi në 7 zyra që të lutej që ta mbani në punë, pasi tha vetë që do i linte. Se s'po punon kjo. O Dalina, hape pagot spotin. O na hapi, okay. Rafsh. Qa ka shuj kjo? Qa është kjo, bra? Ka nga sikur? What the fuck? Seriozisht e ka kjo me? Mirë të bëhet se dalin live, bëjnë sigare. Klea, mra. Nejse. Nejse. Po me ne pra me ne se ka thënë vetën e tretë, mirë të bëhet. Se në fakto Kristo po ta kishte thënë në vetën e parë, Mirë të më bëhet. se dal live dhe bëj sigare. Ka shumë rëndësime të drejtën. Ze kishte me Kristën pastaj. Shife, ka që fatosti këtu videon, që ishte Blerta live me ne, na kanë bë me këto qelpsirat në TikTok, e ka që ky ka kujton se është në grup me ata. Po Ema, që e ka para në 2 vende, e prapë s'po e kupton. po. Është një video, okej, sa tuar. vetat. Nisa? Kjo është fiksi, nuk është xhelozi. Ma, lo O, Kristian, nuk je gati për ne. O, Kristian, nuk je gati për grupin tonë. Është liksi thjesht tagora burner, thjesht tagora, mi grup. Po të shkruaj shprehje. Si mund, kush Artemisa? Po në Artemisa. Po, s'vaj përgjithsi. Në fakt, fajin për këtë do e kishte Flori, por tani që Flori nuk mban përgjegjësi, duhet gjeni kujt është faji, Me që Flori s'po mba ka përgjegjësi, po ja ngecim dikujt. No, po pse do t'i thosh një herë se ajo s'ka fytyrë me të përgjigj? Po mos ketë fytyrë gocë takoj live tani aty po çfarë doj. Kristo i duket që është rrit. Ose në asnjëherë ose në kombinat e vdekme. Ne takoj live, goca në 6 mblidhuni do i bim. Keca. Te grupi Keca ka marrë këtë ato minorenet. Hajde Rafi Artemisën dhe afuzim grush shtyrës, ma e men. Po prej tashe. Tani. Kjo erdhi Misi me të drejtën tani mi konfrontu, kupta? Nuk i doli kohë Kristollit ta Rafi, kështu? Kjo është skena kur Artemisa vjen dhe konfronton Emën edhe Kristollin. Ju detyrojmë një shpjegim për ato që është parë në grup, do me thënë se kam gjuar në vilë se si është. Ema, she can be for real. She's playing with me right now. Zemra. Ua, ja ka fut koto zemra. Sinqerisht, a shkamra për ballë meje? Apo më kap? Diva hasla. Me çfarë kuptimi e kisha? E kisha me kuptimin e hafazan. Jo, Artemisa, Që? ti e ke djerë. Ajo gjë që ti ke thënë, para si konotacion që ta marrësh, nuk është konotacion i Zemra, për te këti muhabetit shumë boring, gjëja më interesante dhe kjo video është muri mbrapa. E adhuroj murin Ta brava. analizojmë pak. Po ta afrosh, është Klea me dikë që jo shul në gjunjë. Që shpresoj shumë mos jetë Justini. Dhe po të Unë shofësh shpresoj të jetë, sepse do ndodhi La Villa Drama 2. dhe po të shofësh poshtë Kleas, është prap Klea që shpresoj shumë mos jetë nudo në pishinë. Shpresoj pafund shumë. O zemra ka një muaj me ditë në TikTok ka i searchi. Ja balja lakuri. Ndoshta kam nga kjo, nuk e di. Nuk është lakuri, që është e veshur ju beton. Po të shofësh, po ti pse je 300 milion klona aty? Atëherë këtu keni një foto të Aldit me foto imja në dorë që nuk e di pse është dhe pse u ndodh aty. Dhe prapë përmenim, po të shofësh në caj fare, është Kostiani me paruke, jo.
Është me flokët e Xhesit. Është Kostiana. Nuk u trova unë fillim, është Kostiana. Është Kosti, clock in the hair. Foto e tjera nuk po i komentojmë se janë familjare. Ajo gjë që ti ke thënë, si konotacion që ta marrësh, nuk është konotacion i mirë. Okej, fakti që po vërtet nuk të jep të drejtë. Mund ta dëgjosh shpjegimin e tjetrit se pse e ka thënë atë gjë, për cilën arsye. A ka një shpjegim fakti që ti thua mirë a bën për kolegët të tu që punon në të njëjtin vend? Po sepse Kristëll ne po shajmi nga mëngjesi deri në darkë dhe unë Kështu që unë mendoj që do ju shaj dhe unë bashkë me gjithë ata që po ju shaj. Që unë mendoj që pse janë ata të tjerët më mirë se unë që t'ju shajnë ata dhe unë mos ju shaj. Normal që do ju shaj dhe unë. Do ju bashkohem, edhe do vit ju them po ju kërkoj falje, po s'do ju kërkoj falje. Do filloj t'ju shaj prap. Mua më mek fakti që Artemisa erdhi këtu në fillim që prisi do ju shpjegohem. Dhe u them unë. E di çfarë, e keni u fajin. Mirë ju a bëra, do ju kisha shajt prap, siç ju shajnë të gjithë. mendoj që kur dalim në kamera duhet jemi të kujdesshëm. Të kujdesshëm për veprimet, për gjërat që themi. Të kujdesshëm që Blerta kishte hapur një live për çet vetë po tregonte tur në vit. Po nuk jo shiko. Kristëll, ne dim shumë mirë se sa shahemi dhe prandaj duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Jo, Ema shkret, nisi laf. Okej, unë jam Ema, ti e Kristëll. Shiko Artemisa, unë mendoj që ti mendoj që Pushon. Artemisa jo shumë gabim. Unë jam i diva. Diva jam. Okej, nuk ma tha lafin, po s'ka që Kristëll s'ka që fol ti. Fol ti. jo, nga ti unë nuk e pres. Kjo është absolutisht skena ime preferuar. Është misi tek zëra Dalinës, duke ankuar dhe po qan. Vetëm se është shumë i rëndësishëm fakti që Dalina nuk është aty. Dhe diqeni çai ka shkruar Dalina. Që kemë më i do të? Ne jam vërshëm gjithë Avatos i shava dhe më këthen, Avatos. Do të maj përgjithësi për që thash, Avatos. I shava dhe tani janë këse gjithë kundër, Avatos. Avatos, pasojat e veprimeve të mia, Avatos. Po që të solë më Okej. Po dridhem, zemra. Jam të dridh. Po dridhem, zemra. Zemra shqetësoj, Avatos. Zem falë. Që të solë bëmë? Erdo të flas me Dalinën. Po s'është Dalina, nuk e di edhe që s'është. Ajo e din të shumë. Qa i shkojte? Dhe që dëllë punën. Mëra, jenë Ajo nuk e lap. seriozisht të dënë është punën për një gjë të tillë, moj. Më thatë vaft të mbarë. Absolutisht një gjë që Dalina do e bënte dhe e ka bërë. Dhe misi ka arë zemrat e zyra dhe ka thënë, më falë, po le punën, Dalina, e ke seriozisht? Më me fakti që ka ditë që s'është aty e ti shka një të zyra Dalinës për vëmëndje. Po gjallë dhe qa. Me mërë se shiko kush e di, ka pas da i punë dorë. Po, me shpirt. Po, shkundi duart, i ra ujtë e telefonit i thatë të vaft të mbarë. Misi e pushuar nga puna. Ua, uj për zotin. O, tani. O zemra, fatos ma ishi qik të morrin, më të bëma të haron. Kërciti! Gërish nga puna. Nëjse, misi e fantastike, të duam shumë. Tani. Okej. Se bëllë morë me misi, me të drejtën shumë gocë e mirë. Po, le të shkojmë pak në romans, fillimet e çiftit Benard dhe Blerta. Ah, sa cute. E gjeta. Dhe vërës që këti me këta kjuta më së kërnjë, për me këta të mizave. Mizave. Më falla, do ballë që është që me këto mizat? Benardi, kush ka folë në Blerta? Benardi. Ti ajo miza? Ti ajo miza? Hare këtu. Do ikni pak Me këta të mizave, po se më dhëtë. O zemra! Pra ne po kruaj Artemisa shparë. O zemra! Shishuerti Benardi, moj! E që ti bëjmë ati? Që ti bësh, shko bëjnë e mua betë, ndyrë e mbetë me rakisht. Absolutisht o Megli Megli. is so done, në qëtë e absolutisht, e kuzi pache, pasaj neze, pas e dajnë artuna, ke nja barë që të qifte. Shme që kemi na i Do gotuaj. i shtrojmë do me Vend me këtë Atë kjuta, do të marrësh pak kjuta. Misa e bëjmë.
Thank you. Dhe ikim të bëjmë provën e skaletës se dëgjëroj. Rridhi çik di. Direkt. Na falni, apo Ikri zemra. Megli ku dhe qau. Absolutisht unë. Ikri zemra. Nuk kera punë me ty. asnjë s'ka punë me mua këtë. Asnjë s'po këtë. Megli ka shku tani mica, ka thënë, se s'ka mundi romancë. Megli me mizat. Vetëm ju kuptoni mua. Miza, bëzë, Megli? Megli. Çfarë? Më bërë dhe Florin dhe Çka ka Flori? të mbo ironi mu të më thonë sa i privin një gjymë, ti më po qatë dush. Jam shumë e lodhur me këto muhabete. Venar, gjë mu, e disa më kanë acarok të muhabete, a fusin të lapme. Benush. Se s'kam nera për Flori me të në drejten. Benarit, këtu po se u lodha. O Gjef. Okej. Okej, se kalum shumë shpejt. Tani kjo është skena ku Gjesi i bëri foton Kleas kur erdi me makinë e mamenti. E tani po e konfronton Kushëririn. me kushëririn. Tani po e konfronton Justini Gjesin. A vjen pa kjo da? Dramatike. Kështë bëj foto, më të regon pak më deshëm. Që duhet ty? Zemra, i bërej foto dashurës tënë, që duhet ty? Zemra të shketit, ka traktuar dashurën, që duhet ty? Qa problemi ke? Po ty që ty në gjep ty që e bën si foto? E pash, më pëlqeu si pami e bëra. Më duk mirë, bukur, ishte estetike, olla Instagram. Ishte për ngjyrë, ishte. Po si kod për muhabet? Po, për muhabet, po. Po jo më rëzërma se nga që një final, këton, jemi në konfidencialitet. Jemi në konfidencialitet, edhe ka firmosur një NDA, Gjesi, dhe duhet t'i kaloj fotot para të Pra po ishin në konfidencialitet. Konfidencialitetin. Si thua, se se them dot. Konfidencialitet. Okej. Ti nuk ke pse të ma bësh këtë gjën, pa ma thënë mua ta marrë vesh të vite, se edhe unë rob jam. Zemra sot në orën 8 mëngjesit do vije dashura jote në makinën një tjetër dhe unë totalisht e di dhe do i bëj foto. Bugatti. Nuk kom qef që kishte not këtë gjë. Kuj pa ndodhi, u hap lafi, u bëm që të mëndashim. O zemra ndodhi, e bëra foton, e përhapam këtë vilën, i thash gjithve që ti, më thënë dashura jote po traton, kështu që ndodhi është ndodh. Gjesi ndërkohë mam posturën më fantastike ke kështu. Ndodhi Gjesi. Ore, kraso pak posturën e Gjesit tu me posturën e Krisullit të emrës e gazetarë. Nisi gjo, tu iqë. Tërë në fund Krisulli u arkua, shkoj këtu. E të misa. Po mira, ma tërkon pak foton për desha. Do a shofësh? Po do t'a shoh pra. Do e pa. Po, ndoshta s'dua shifje ti. Unë du t'ishe e pa që da shifsha mu Gjesi. Që Klea ka ardhë me një tjetër në vilë. Me një tjetër. Po, ta shime të mua dhe. Me një tjetër, blef të mua. Merë telefonin në mënyrë pajësorë, në kësha plasa telefonin, kësha plas dhe Gjesi, kësha plas dhe Klea. Kjo është skena ku Gjesi prap vjen merret me Justinin, edhe pse i ka bë occasion, i ka bë foto dashurës vetë, dhe prap vjen ta thot, si e Justin, a je mirë? A je mirë, Justin? Edhe Megli përfshihet prap në muhabetet çiftesh. Ti më menen që Keni mu shumë mjaftueshëm. Po Gjesi, fryja pak atë komardare që ka në dorë. tani unë jam në situatë pak të siklet. Okej, me që tani të tre po marrin send the dating. Marrin dhe ne këta. Ti kemi një shpirt. Ti e këtë fryrë që nga dita kur e fru Justin. Kam shojë të Klean, kam shokë edhe ty. O Klea, a mund ta tratosh dhe njërë ta fryze këtë, se s'ka mundësi. A mërë oksigeni. Oh my god, frit. Ro është ti me atë ose ajo me Është qaru mjaftueshëm e Megli. Si bën mor burr sikur nuk ka njerëzit njofshëm me makina, s'është Klea se para se fundit. Si e shef Justini, ajo, ti më shelpsin. Është i qiti pa jët. Ti i bane foto mos më fol. Numra dita Jess. Bon. Po zemra, muhabeti është që realisht të mendoj që kjo gjë po më ndikon shumë, se edhe nëpër vit po flasin, e po Justin ndërlidh punën me jetën personale. Dhe mos më bëhet çfarë fare, do më marr hap mrapa, do të shoh gjëra çik më ftofët. Çfarë problemi ka? Ftofët. Po, a mendon ti? Okej, Justin i tha gjithë të e fillon. O zëma, sinqerisht jam ndjesh shumë keq, domethënë këtë vila flasin. Fryje moj! Këtë sekondo, Megli Nuk e fryt do të po të Klea dhe njërë. Po i shef gjëra më ftoftë tani? Ftofët? Okej. Okej. Tani kjo është skena e fundit dhe skena ime preferuar. Këtu Klea vjen i thot, o Justin, të kam trahtuar me 30 veta. Po s'ka që një prank i botë këllësh. Jetë shmenë më dak. Ti më njeh mua?
Ka shumë ka. Shumë. Edhe di që unë si kam qef të lojrat. Asu si kam qef të lërë. Asë më përqeo fare. Zë më është mush goja. Me kokoshka. Të një klientë thotë nuk I kam qef të lojra. Ose e bëri vetë lojën, kupton? Lojra. Trahtojmë të dashurin dhe një O, lojë. zemra dyra kalamatë. Që shumë. Asë lloj peta, që më koha për të lapa, jo, tradhtish. Mara makinën e kushëririt edhe bëra një lojë të vogël me Gjesin. Me që Lojë vogël. Po, me që gjithë bëjmë prank këtu e bëra edhe unë një prank. Ja, vura që të pushoj, se më lodhi. Bëj prank vogël edhe të trahtova. Ti që bëj një prank dashuritim, ti që trahtova I qika, kupta. Ma e kushëririn, edhe ta futa. Që pra unë më bësh dashurit atë prank? Seriozisht e këti edhe? Këta të këpusin mes më ta bëjmë sapunin për djathë. Më falë, ekziston sapunin për djathë? Po, o zemra thasha hëngra dje. O qas, pse? Mos I ngatro me budale se njaj një O zemra për më tira fluska. Ti vjen edhe merr vesh gjithë vila. Po, tani ti me vërtet mendon që Gjesi do bënte foto dhe do bënte qëllimisht dhe merrte vesh gjithë vila? Absolutisht. Absolutisht, Gjesi është fiksa I lloj personi që bën foto që ta marrë vesh këtë vila, që ta merr një vesh. Po s'është problemi im qa bën Gjesi, nërsa unë shof, qa ndodh dhe gjithë, nga I pari, ke I funit, janë kundra nesh të dysh. Mund ta mbyllim këtu? Të lutem regjia ta mbyllim këtu se mes nesh dysh. E mbyllim këtu në konfidencialitet. Mes nesh dysh, ta mbyllim këtu të lutem se nuk mundem. Fjalorin gjastesk nuk mundem më. Tani unë kështu jam. Po dhe jesi shpirë në rath parë, po prapë se nga bërë. Unë kështu jam dhe nuk të premtoj që nuk do kem shpërtime. Do kem tani unë kështu jam. Të trahtoj me kushujt e mi. Dhe këqa më për ty. Jam shumë e mira. Dhe këqa më për ty. Këqa ime. Po dhe I bëj Qa ke bo? Do kem shpërtime. Po mund të premtoj që nëse ndodh prap, mund t'i unë do ndodhi prap nga vila dhe nuk po ta them. Po ndodhi prap, po shpirt unë do ike nga dhoma, ku gjithë ta A mund të mos ta normalizojmë? Po ndodhi prap unë do ike nga dhoma dhe ti mund të rrifesh me atë, po unë do ike pa merak, ti thjesht një prank shumë I vogël është. T'i unë e para nga vila dhe Okej. që t'jesh ti rehat, po ta them që t'më kuptosh. Unë dhe ti, rehat nuk do jemi në I herë. Unë dhe ti. Rehat nuk do jemi asnjëherë. Shumë si ka kjo në anima, mos si bëjmë këto gjonë, si bëj këto gjonë. Qa, do ikem? Ose jo, do marrë makina e kushëririt edhe t'ike? I ka tresh me kushërin të tu, ku I gjemë dhe gjithë ata? Kushërin të tu? Ku I Gjithë ata? Gjithë ata? Klea, Janë shumë? sa kushëri, po I herë përdoret, dola me kushëri, sa kushëri pas ke pas me motër? Ka ndodhur prap? Klea nuk të mbroj do të më. Dhe si e mirë fa. Ti e çmendur o dagu. Je çmendur o dag. O dag. Kam thjesht sa gomardare më dorë. Jam shumë e çmendur. Nuk mundesh dot me mu. Për ne ka që mirë, se e çmendur. Rafsh. Unë kam një brengë shumë dhe Andale. Jo, Dalina. Po? Soja. Po, të Dalina e ndaluan, pa merak. Nuk e komentojmë. Jo. Aty do e Sa ndale. bukur është veç Dalina këtu. Shumë bukur, po. Madje audio këtu e ka zgjedhur Dalina edhe është super muzikë, më ka pëlqyer shumë. Okej, po. E marrë ve? Okej, mos ta pusha aman. Rafsh. Jemi mirë. Okej. Tjetra. Ne jemi shumë fani dukshëm, po edhe ju nuk mbeteni mrapa. Kështu që ne kemi përzgjedhur në top 5 tonë, në rubrikën tonë top 5, kemi përzgjedhur top 5 komentet më fani që ju keni bërë. Në vendin e 5 është Fatosi Simonda. Ja çfarë ndodh kur e lini Kostianin pa bukë. Në vendin e 4 është Lori si doktor. Kur je ditën doktor, por ndarë këtë. Më mek Mika që është kështu. Është I djersitu. Në vendin e 3 jam unë si plak. Barboqe! O të me Sa shumë plak ishëm tu qik. Mos u plaku. Zë më mirë tani, që ishtë nga dalë rrugët atë koma.
Në vendin e dytë është Crystal i pavëm. Kirby ti. Absolutisht. Absolutisht në vendin e parë. Ma më kujtojt natën, kjo dhe qesh prap natën. E tregoj kudo, e prap qeshi. Në vendin e parë është Benardi me qafën e kthyer kështu. Pse ka qafën ashtu se kuptoj? O zemra! Miza! Miza! Ka pasi mizë turi ka shku. Ku e ka? Nejse, ishte shumë fani, ju na mekët siç ne ju mekëm juve. Tani shpresoj që ne mos ju kemi mërzit duke shajtur të preferuar. Ekziston shajtur se u bëra si Justini? Nuk e di. Shpresoj mos jeni mërzit që ne kemi sharë të preferuarit tuaj. Edhe midis nesh dysh nuk ka asnjë të sharë. Mund të çojni ato nga të gjithë. Çoni, më çoni. E zemra, ata i përflektojnë. Preferuarit të këtyre jemi ne, mor. Okej. Shpresoj që mos jeni mërzit që kemi sharë të preferuarit e dikujt tjetër, se dukshëm jemi ne tuajt. Dhe deri në episodin tjetër nga unë dhe Juli, puçi puçi!